Çfarë problemi ke njëri? Problemi është që kam 5 vjetë dhe nuk puna shpronson asnjëri. Disa pjesëtar aty i kanë marrë, disa të tjerë jo. Ku jeton? Te porti? Po, te porti. Tani jam pa banja sfare unë qa jetoj. Ma kam pri shpinë dhe lekët s'mi kanë dhënë. Tani është normale kjo gjë. Kam komunikuar me të gjithë të shtynë. Thonë, unë nesër e ke gati, më thonë. Pas nesër e ke gati. Iki pas nesër më thonë, po ishte janë në mbledhje. Ditën tjetër më thonë, po kemi mbledhje ne. Tani avash shik, unë s'dua t'ja di qa mbledhje shkeni ju. Se këto janë midis jush, unë si qytetar kërkoj të drejtën time. Kam fol, pritjet janë skandaloze, janë manipuluese. Kur të prish shtëpia, çfarë ju thani ju kur të prish shtëpia? Era dakord për dëshpërbim apo nuk po diskutua fare? Nuk prishim shtëpi pa marrë asnjëri shpronësimi. Tani vajteni prishëm, edhe shpronësimi nuk ka edhe asnjëri. Vajte me kërkuam, i tha si i bë to prishje, asnjëri nuk theu përgjigje. Do me thënë avash, ka shtet, nuk funksionon asgjë.